Ti bëj tjetër më të thjesht, më kështu për më pak intelektual. Po. Ish sportist që ka pak fiksim kokainën dhe pritet të arrestohet. Ish sportist që ka pak. Urdhë? Edi Rama ka qenë basketbollist. Po, s'është ai. Edhe basketbolli ka sport edhe, po nuk është pse ka fiksim më shumë ai. Jo. Po, ai është piktor kohët e fundit, nuk, domethënë piktor, pastaj kryeminist. Ka lidhje me vëllai, po them. Basketbollist ka qenë. Tjetër, kush mund të jetë ndonjë nga këta? Kush është ndonjë? Shtangista ai është brenda. Jo, ai është më. Se ky pritet të arrestohet ky që. Po, pritet ndonjë. Lali është ciklist? Kto janë femra. Ore, këto na këto ministrat, mos është ndonjë kështu. Po se ka një kleçka jo, ka qef thot. Ose është një Mirela Gumbaro në një akrobate ka qenë apo. Jo, po kush e tha që është politikan, unë sa që është politikan. Pse e lidhe me politikën jo, apo aty. Ebra na fal. Nëse dim, nuk e dim, dorëzojmë. Po mirë fal, si e the pyetjen bëj edhe herë? Ish sportist që ka pak fiksim kokainën. Nuk e na pritet të arrestohet. Na një kështu që ka përdor doping. Se di, nuk dorëzohemi. Unë them kokainë, që thot doping. Po ka pi pas ta moj. Ai do thot trat. Është Adriano Ribeiro. Kush e? Adriano me që ka qenë ke Brazili, ke Interi, futbollisti që ka pasur me Ronaldo, fenomeni që qefi Paluka. Tallesh ti tani. Shet kokainë ai aty në favela, si keni parë videot në TikTok, në YouTube që i hudhin. Ka pritet kur ta kapet ta arrestojnë, ta bëjmë kapun sportin për këtë punë? Ju shifni futboll valla. Jo, do ta kesh IQ-n 1000 me këtë. Po jo, kjo ishte më pak të zgjuar kjo pyetje.